të rënd antikushtetues në shërbim të narkoshtetit dhe kreut të tij Edi Rama. Kjo është deklarata që unë i lash kreut të skapit. Tani, kreu i gjykatës speciale, gjykatësja, pseudo-gjykatësja me 5 mbiemra, është një mashtruese ordinere dhe delinkuente, e pa turp, e pa cip, subjekt i ligjit. Ndërsa deklaron në formularët e saj që i ka dorëzuar motrës Belinda Lubi Ballukut se nuk ka marrë ndonjëherë dënim në ndonjë vend, si kërkon formulari, a jeni dënuar me burgim në vendim gjyqësor, jo përfundimtar nga një autoritet? Jo, thot. A jeni dënuar? A është marrë ndonjëherë mas dëbimi nga shteti huaj? Jo, thot. Irena me 5 mbiemra. Por këtu shqiptarët duhet të mësojnë se kjo delinkuente me datën 31/3/2003 ka firmosur tek noteri Fezo Behaj prokurën për vete duke u paraqitur dhe si bashkëshortja e Stefan Gjokës. Në fakt, certifikat në martesë ka një 3 vjetë mbrapa. 3 vite mbrapa certifikat e martesë saj. Pra, autorizon të drejt përfaqësimi Andon Ikonomu, avokat, me siguri, të paraqes çdo lloj prove të nevojshme, si dhe të nënshkruaj të marrë në dorëzim çdo lloj akti që është i nevojshëm për heqjen e masës së dhënë. Ne, thot, të përfaqësuarit Stefan Gjoka, Irena Maneku, bashkëshortja Stefan Gjokës, mashtrim me certifikat. Martesa është edhe çështje dashurie, doktor. Ajo thoshte e dashura. Ato klasifikohen ndryshe. Ose bashkëjetuesja. Por këtu thot bashkëshortja. Pristi. Me banim në qytetin e Thirit autorizoi zotin Andon Konomi, me banim në Patra Aleksandr Ypsilandi, me letër njoftim AQK që na përfaqësoi ne pranë Ministrisë Rendit Publik në Athinë, Greqi dhe në çdo institucion tjetër të nevojshëm. Për heqjen, në lidhje me heqjen e masës ndalimit të hyrjes të dhënë prej nesh në mënyrë të paligjshme etj. Me radhë. Çfarë vërteton ky dokument, zoti Berisha? Ky dokument vërteton se ajo është zbuar nga shteti grek 1. Vërteton se ajo është dënuar nga shteti grek 2. Se ajo ka mashtruar shtetin shqiptar, qoftë për dënimin, qoftë për dëbimin. Besoj se nuk ka, dhe ajo ka autorizuar, sepse kjo publikisht e ka mohuar, ju keni dëgjuar, që kur s'kam patur gjëra të tilla. Ndërkohë ka paguar prokur, ka marrë prokur për t'i heqë këto masa. Besoj se ka gjë më shumë se kaq. Nuk mund bëj, nuk mund ketë mashtrim më ordiner dhe më të dënueshëm se ky, sepse këtu ka një formular, të cilin sigurisht ja mbyll Lubia. A është marrë ndonjëherë për ju masë të bimit nga një shtet i huaj? Jo. A jeni dënuar me burgim në vendin gjyqësor, jo përfundimtar nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj? Jo. Ndërkohë unë solla këtu para jush me vull apostile dokumentin e gjykatës Janins, se ajo është dënuar 3 muaj burg. Pra,
si të shifni, gjykata speciale kryesohet nga kriminal special. Dhe që e vërteta nuk është e vetme. Tani, për mediat. Zoti Berisha, prej ditësh ju denonconi... Priti minutë. Duhet t'ja u shpërndaj ju këto pak. Ne pse shpërndajmë ne? Vetë, po vetëm në mënyrë të organizuar. Zoti Berisha, prej ditësh ju denonconi shqipërinë e votës dhe krizën zgjedhore, apo përgatit Partia Demokratike një dosje me të dhëna konkrete për ta paraqitur pranë institucioneve të drejtësisë atë që ju e konsideroni si masakrin zgjedhor të 11 majit? Partia Demokratike, siç mund ta dishti, ka dorëzuar gjatë fushatës elektorale mbi 15 parti, të cilat natyrisht do të kenë fatin e gjitha partive të tjera, sepse në krye të amnistisë së krimit elektoral qëndron ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39 qëndron vetë Altin Dumani, shërbëtor i shpifur, i Ulsi Manjës dhe Arben Rakipit, i keq përdorur shkallë ekstreme nga Edi Rama. Pra, ne kemi dorëzuar edhe gjatë fushatës me 10 pa di. Por kjo nuk do thotë se... Po në fakt ka dhe prokuror tjerë, zoti Berisha, të cilët mund të marrin në shqyrtim kallëzimet tuaja nëse ju keni prova dhe fakte për krim zgjedhor. Prokurorët të tjerë kanë një drejtues dhe tjerë për rastin e Elion Veliaj, se ti e njeh të strukturë këtu. Nuk të bëri për shtypje se si i arrestuari me firmë të Altin Dumani, për këtë gjë u bë fajtor Olsi Dade. Se unë i kisha kërkuar një farë paçka se djalin duket e ka kandidat për deputet socialist, ose mund ta ketë pas, pra, me një fjalë, për të mbrojtur Dumanin, ja veshën të gjitha ato që kishte bërë Dumani Olsi Dades. Dhe çfarë mendon ti se nuk nxjerrin mësim prokurorët nga ai akt që ndodhi? Si e thua ti atë? Nxjerrin. Pra detyrohen të heshtin. Edhe po të kenë vullnet me provën që u bë, ata do heshtin. Doktor, tani në shtator konstituohet parlamenti. Për shkak edhe të eksperiencës, ju jeni deputeti më i vjetër, do ta çelni seancën në shtator apo do të refuzoni një orën e zgjedhjes? Unë vazhdoj betejën kundër kësaj vjedhje më monstruozën e 32 viteve në historinë e zgjedhjeve pluraliste. Këto vjedhje kësaj here, kjo vjedhje monstruoze, ka qenë një vjedhje paralajmëruar, mbasi është e denoncuar praktikisht në 4 rezoluta ndërkombëtare me forcë dhe fuqinë më të madhe. Spari, së dyti, kjo vjedhje që është të vërteta, këto janë denoncuar në mënyrë objektive në raportin e vëzhguesve paraprak të vëzhguesve ndërkombëtare. Ne vazhdojmë betejën tonë gjerë në rikthimin e të drejtës votës së lirë të shqiptarëve. Çelni apo jo seancën? Urdhëroni? Do ta çelni apo jo seancën? Ju takon juve ta hapni. Jeni ndoshta për një pakor kryetari i parlamentit. Do bësh një pyetje. Ma thuaj çfarë pyetje? Po lërë çfarë pyetje? Kjo pyetje e ka përgjigjen kjo. Dhe hapësh. Nuk do mund të ndodhë në njëra ajo. Nuk do mund të ndodhë në njëra ajo. Dhe ju siguroj se beteja jonë do vazhdoj gjerë në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve. Mos mendoj njëri se ne intimidohemi, as se ne impresionohemi, për kundrazi. Çdo përpjekje për të përligj vjedhjen
vetëm sa dëshmon amoralitetin dhe bashkëfajsin e të gjitha atyre që e nërmarrin, sepse vjedhja kësaj here ka ndodhur publikisht me vendime qeverie të pa e fsheh fare. Ndaj dhe ne qëndrojmë të fuqishëm gjerë në rikthimin dhe kemi besim. Dhe kemi dhe besim se do t'ja dalim. Zoti Berisha, ju Partia Demokratike dhe ju personalisht keni shpenzuar shumë tek vota e diasporës. Në fakt, rezultoi që diaspora nuk votoi për Partinë Demokratike. Në fakt, Zoti Berisha, një shpjegim për këtë? Në fakt, diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike. Por, siç keni pa ju, kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thotë fuqishëm fjalën e saj, sepse përdhosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendit. Pra, ata të cilët menduan se mund të tallin diasporën në kuti të llojit Koreut Veriut, ata do marrin një përgjigje ekzemplare nga diaspora. Zoti Berisha, keni një koment për eksponentët e Partisë Demokratike me gazetarët gjatë protestës? Tani, me që më pyet. Personalisht, si të di, kam falënderuar me sinqeritet, në mënyrë të përsëritur, gazetarët për kontributin që kanë dhënë në denoncimin e farsës elektorale. Ai ka qenë kontribut i çmuar dhe unë e vlerësoj shumë. Ato kronikat tyre, edhe para zgjedhjeve, po veçanërisht vitin e zgjedhjeve dhe në vazhdim, kanë qenë dhe janë jashtëzakonisht të çmuara. Nuk jam absolutisht nga ana tjetër, në që më pyet, si e ke emrin? Luçi. Luçi, sugjeroj miqësisht të lexosh raportet e OSB-s, çfarë thonë për mediat në Shqipëri. Ato thonë se mediat usohen si në diktaturë. Kjo absolutisht jo gazetarët e kronikës. Jo. Ja, këtu unë i përjashtoj një minutë. Unë i përjashtoj këtu gazetarët e kronikës nga ky klasifikim, masi gazetarët e kronikës ka prej tyre që kanë rrezikuar shumë vetëm në raportimet që kanë bërë, në guxim, në trimëri. Por, në tërësi gjendja e mediave është interesin e çdo gazetari, çdo qytetari të lexojë që flet se shëmbëltyr e vendeve në diktaturë. E thot raporti si asnjë tjetër, nuk kam lexuar një raport të tillë tjetër. Tani, vim tek marrëdhënia. Unë nuk e kam të gjithë episodin parasysh. Jam absolutisht për respektim në gazetarëve, s'ka asnjë diskutim. Dhe ju, në qoftë se në anën tjetër, në 3 muaj, nuk më ridot një pyetje, në këtë anë keni bë pyetje dhe keni marrë çdo përgjigje për çfarëdo që keni dashur dhe çdo jemi, nuk kemi ndryshim tonin. Por, dhe çdo politikan, cili do qoftë, duhet të ketë një kujdes veçantë në marrëdhëniet me gazetarin. Sikundër, e them, në protesta, kur ka një kaos, besoj se gazetari duhet të ketë në qoftë se nuk e mbështet protestën dhe s'ka asnjë arsye pse detyrim për të mbështetur protestën, nuk duhet të përpiqet të marrë porosi dhe të zbatoj porosi të cilat nuk është vendi për t'i zbatuar aty, sepse mund të krijojë gjakzësira dhe gjëra të papëlqyera. Kjo është e gjitha. Po marrëdhëniet me Partinë Demokratike ju i keni patur në tërësi më normale krahasuar me çdo forcë tjetër politike. Zoti Berisha, nuk dua të parajgjykoj listat që ju hartuat, pra listat e mbylluara të kandidатëve për deputet. Po.
Por ndërkohë rezulton nga listat e hapura, pra nga votat preferenciale që Ilir Ali Mehmeti, doktor shumë njohur me shumë popularitet në Tiranë, është jashtë parlamentit. Ku gaboi Sali Berisha që humbi një aset të çmuar për Partinë Demokratike? E vërteta është se nuk e humbi fare, ai është një luftëtar i çmuar dhe i shquar i Partisë Demokratike dhe tregoi shkallën e lartë të pelqyeshmërisë që ka qytetarët për te. Natyrisht, listat mund të ishin në disa lloje, por fakti që ai mblodhi ato vota dëshmoj se ai është një veprimtar shumë i respektuar dhe i çmuar. Unë nuk besoj se vetëm parlamenti është përfaqësimi i një partie. Një parti ka një gamë të gjerë përfaqësimi. Mort shumë bukur që e mort zotin Ilir Shemu. Vërtet, ai është një intelektual me pelqyeshmëri dhe reputacion, me pelqyeshmëri të lartë dhe reputacion shumë të mirë. Doktor, Pra, nuk humbet këtu, përkundër nuk s'ka gjatë humbur këtu. Është një betejë kjo në cilën po me Chris Laviden keni folë të 72 orë me Civitan, këshilltarin amerikan, të cilin zoti Rama e quan shpeshherë edhe Latif edhe Pu. tani duhet ta falënderoj për punën që ka bërë. Çështjet e privatësisë, edhe Sali Berisha, sado që është njeriu më publik që qarkullon, është ka përsëri ka dhe ai privatësinë e tij, ndaj dhe po mjaftohem me falënderimet për kontributin dhe ndihmën që na ka dhënë dhe që jep, dhe ju ftoj të bëj avokatër të interesit publik të qytetarëve shqiptarë. Ky është misioni në tërësi i të gjithë opozitës, misioni i mediave dhe të vazhdojnë. Ja, këtu për shembull, ju e shihni shkallën e lartë të impunitetit, mos ndëshkueshmërisë që mban ky institucion për shkak të Dumanit. Kjo përbën, ju them unë ju, në themel të fillimit tim të qëndrimit kundër këtij personi, ka qenë pikërisht qëndrimi që ju ka mbajtur ndaj dosjeve flagrante të dhunimit, të zgjedhjeve 139, 184, faleminderit. Zoti Berisha, po zoti Dumani është në mandat përkohshëm, për pak muaj përfundon mandati i tij, a do ta mbështesni drejtuesin e ri të SPAK? Urdhëroni? Zoti Dumani E lën detyre, jo, ai po lobon fort për të lëshuar kushtetutën për karrigën e tij. Mos harrote. Nuk e di, na e thoni. Ai po lobon fort duke treguar se po të kishte gjendor është i aftë të bëjë gjithçka për të mbrojtur karrigën e vet. Ka ndonjë lëvizje në kuvend, doktor, që nuk e dim, ndonjë kërkesë apo Po i ka publika, më fal. Dumani ka publike kërkesa.